Një vendim i rëndësishëm nga një juri në Los Angeles ka hapur një debat global mbi ndikimin e rrjeteve sociale, duke vendosur përgjegjësi direkte mbi dy nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë në botë, Meta Platforms dhe Google. Si nisi çështja? Adia u ngrit nga një 20-vjeçare e cila pretendoi se përdorimi i platformave Instagram dhe YouTube, që në moshë të vogël kishte ndikuar negativisht në shëndetin e saj mendor. Si pasaj, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj përmbajtjes dhe mekanizmave të këtyre aplikacioneve krijoi një formë varësie që me kalimin e kohës solli pasoja të rënda emocionale dhe psikologjike. Çfarë vendosi juria? Pas një procesi gjyqësor që zgjati 5 javë, juria arriti në përfundimin se të dyja kompanitë mbajnë përgjegjësi për dëmin e shkaktuar. Sipas vendimit, 70% e përgjegjësisë i atribuohet Metas dhe 30% i atribuohet Google-it. Pse konsiderohet vendim historik? Ky është një nga rastet e para ku një gjykat lidh drejt për drejt funksionimin e rrjeteve sociale me pasoja në shëndetin mendor të përdoruesve. Deri më tani kompanitë të tilla janë mbrojtur duke argumentuar se përdorimi i platformave varet nga zgjedhjet individuale të përdoruesve. Ky vendim ndryshon këtë qasje pasi pranon se dizajni i platformave mund të ndikojë në sjelljen e përdoruesve, hap rrugën për paditë të tjera të ngjashme në SBA dhe rrit presionin për rregullime të fortë të rrjeteve sociale. Reagimi i kompanive. Meta Platforms ka deklaruar se nuk është dakord me vendimin dhe po shqyrton mundësinë e apelimit. Avokatët e saj kanë argumentuar se problemet e paditëses nuk mund t'i atribuohen vetëm përdorimit të Instagram. Nga ana tjetër, edhe Google ka mbajtur një qëndrim të kujdesshëm ndërsa çështja pritet të kalojë në faza të tjera ligjore. Çfarë do të thotë kjo për përdoruesit? Vendimi sinjalizon një ndryshim të madh në mënyrën se si shihen rrjetet sociale. Përdoruesit mund të kenë më shumë mbrojtje ligjore. Kompanitë mund të detyrohen të ndryshojnë algoritmet dhe dizajnin. Gjithashtu çështjet e shëndetit mendor po marrin më shumë rëndësi në teknologji. Në thelb ky rast mund të shënojë fillimin e një epoke të re, ku platformat digjitale nuk shihen më vetëm si mjete komunikimi, por edhe si faktor me ndikim të drejtë për drejtë në mirëqenien psikologjike të përdoruesve.